Në raportin e fundit për Shqipërinë, Këshilli i Evropës përshëndet rezultatet e arritura nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, edhe gjykata e posaçme antikorrupsion, veçanërisht për hetimet dhe gjykimet e çështjeve të korrupsionit në nivele të larta. Dokumenti thekson gjithashtu bashkëpunimin e mirë të SPAK-ut me agjencitë e zbatimit të ligjit në BE dhe shteteve anëtare, duke theksuar se ky bashkëpunim duhet të vazhdojë dhe të zgjerohet në hetimet financiare më komplekse. Këshilli vlerëson pozitivisht zbatimin e vazhdueshëm të reformave në drejtësi nga Shqipëria dhe nënvizon nevojën për të ruajtur integritetin dhe llogaridhënien e gjyqësorit përmes zbatimit të standardeve të larta të vendosura nga procesi i vettingut. Theksohet rëndësia e pavarësisë së gjyqësorit të SPAK-ut si dhe nevoja për të forcuar më tej qëndrueshmërinë e sistemit të drejtësisë ndaj çdo ndërhyrjeje të brendshme ose të jashtme, thuhet në dokumentin e Këshillit të Evropës. Për të çështjeve të drejtësisë, raporti bën thirrje edhe për një reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore në përputhje me rekomandimet e OSBE-ut dhe Komisionit Venecias. Këshilli thekson rëndësinë e rolit të Kuvendit të Shqipërisë dhe miratimin e këtyre reformave dhe garantimin që procesi të jetë gjithëpërfshirës, konstruktiv dhe transparent. Sipas ekspertëve, vlerësimi i Këshillit të Evropës është një sinjal pozitiv për avancimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, por paralajmëron nevojën për zbatim të vazhdueshëm të institucioneve të drejtësisë dhe për respektimin e plotë të standardeve të Bashkimit Evropian si element kyç për progresin e mëtejshëm në procesin e integrimit.